Prej disa ditësh, në rrjetet sociale dhe portalet roz po qarkullon një lajm që ka ngjallur mjaft kureshtje, se këngëtari i njohur Blero mund të jetë në pritje të një djali pas martesës së tij të tretë. Ky spekulim u përhap shpejt, sidomos mes fansave të artistit, të cilët gjithmonë kanë treguar interes të madh për jetën e tij private. Gjithçka nisi nga disa komente dhe aludime në rrjetet sociale, ku u përmend mundësia që familja e këngëtarit mund të zgjerohej së shpejti. Më pas, disa portale e morën lajmin si të mirëqen, duke e paraqitur si fakt pothuajse të sigurt, çka bëri që diskutimet të shtohen edhe më shumë. Megjithatë, deri tani nuk ka pasur asnjë reagim zyrtar nga vetë Blero apo bashkëshortja e tij. Asnjë postim, deklarat apo konfirmim publik nuk është bërë për një shtatzëni apo për ardhjen e një fëmije në familjen e tyre. Burime pranë këngëtarit kanë lënë të kuptohet se lajmi nuk qëndron dhe se bëhet fjalë thjesht për spekulime pa bazë. Duhet theksuar se figura publike shpesh përballen me lajme të pakonfirmuara, sidomos kur bëhet fjalë për jetën personale. Çdo ndryshim në jetën e tyre private shpesh interpretohet dhe zmadhohet nga publiku apo mediat, duke krijuar thashetheme që më pas përhapen me shpejtësi. Për momentin, duket se Blero po shijon jetën bashkëshortore dhe po vazhdon aktivitetin muzikor si zakonisht, pa ndonjë zhvillim të ri në aspektin familjar. Fansat e tij mbeten të interesuar për çdo risi, por deri në një konfirmim zyrtar, lajmi për një djalë rezulton të jetë thjesht një thashethem. Pra, në fund, gjithçka që qarkulloi për një shtatzëni apo ardhjen e një djali në familjen e këngëtarit nuk rezultoi e vërtetë, vetëm një zhurmë mediatike që u përhap shpejt, por pa fakte konkrete pas saj.